A na bëjnë lekët të lumtur? E di pse? Sepse neve kemi mjaft lekë dhe mund të blejmë çdo gjë që duam neve. Dhe kjo na bën të lumtur. E nëse nuk blejmë dot gjërat që duam? Nëse nuk blejmë dot gjërat që duam, neve nuk kemi lekë do të thotë. Dhe neve nuk kemi se... Ja për shembull, mami im nuk ka lekë për të më blerë 2 portofola. Okej. Që më duhen. Të duhen. Një portofol. Por, unë jam e mërzitur sepse më duhen për shkollën. Dhe çfarë bëj? Në vend që të ri dhe mos ndihmoj mamin, çfarë bëj? Mund ta hap një dyqan vet, kështu ta ndërtoj vet, mund të më ndihmoj dhe babi ose mami. Babi më shumë, se mami do e bëj supit, dhe mund të shet libra, fletore, këto gjërat. Pra do fillosh biznesin tënd. Nuk do presesh që do t'i blej mami, se mami s'ka lekë, do fillosh biznesin tënd. E kuptova mirë? Po, dhe do t'i jap lekët mami tash që i kam mbledhur gjitha, dhe mami do më blej portofolin, kaq. Shumë bukur. E ke menduar shumë mirë. S'ka më mirë se të punosh vet. Për të ndjekur Mirëmbrëma Yje Kids, mjafton të klikoni butonin subscribe në kanalin Arbana Osmani në YouTube.